Mirë së dashur, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e programit Motiv. Ky edicion i programit Motiv do t'i dedikohet muajit të ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. E ne këtë edicion do t'ja dedikojmë fuqizimit dhe aspekteve pozitive. Do të flasim për aspektet pozitive të shëndetit mendor, për krijimin e praktikave sa më të shëndosha për të kujdesur për shëndetin mendor. Do të prezantojmë iniciativa të cilat janë kreative dhe kanë për qëllim të thyejnë stigmën dhe të normalizojnë diskutimin për shëndetin mendor. Do të flasim për dritën brenda nesh, dritën për njëri tjetrin, por edhe atë se si shoqëria do duhet i kontribonte një mirëqenie më të mirë edhe të individit, por edhe të shoqërisë në përgjithësi. Këtë do ta bëjmë me dy psikologe. Kam të ftuar në studio psikologen e Këshillimit, Sumeja Ramadani. Ajo është kandidate për doktoratur në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi dhe asistente ligjëruese në Universitetin Ballkanik. E më pas, përmes virtualitetit do të lidhemi me zonjën Arjeta Musliu, psikologe klinike në qendrën Rijeta, e cila së fundmi ka iniciuar projektin të pimë një kafe së bashku në bashkëpunim me zyren e presidentes së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani. Fillimisht do të ftoj Sumeja në studio për të filluar diskutimin, e më pas do të kyqemi edhe me zonjën Arjeta për të folur për këtë iniciativë konkrete e pozitive që do të ketë, besoj, një impakt shumë të mirë tek shoqëria në Kosovë. E ftoj Sumeja në studio. Sumeja, mirë se erdhe. Nuk është hera e parë në Motiv, por gjithmonë kënaqësi që takohemi. Kënaqësi e dashur. Urdhëro. Aq më tepër që sot nuk do të flasim aq shumë për problematikën e përsfida, sa do të flasim për aspektin pozitiv dhe do të munduhemi që ta kthejmë dritën edhe nga ana pozitive, ta kthejmë dritën nga shpresa, nga ajo fuqia që është brenda nesh që duhet të vinë pa. Sumeja, çfarë është shëndeti mendor për në kontekstin më të gjerë pozitiv? Arlinda, vetë definicioni i shëndetit mendor është shumë i gjerë. Nga këtu fillon momentin kur ne i definojmë gjërat, pastaj definimi i atyve gjërave bëhet kuptimi jon. Çka është definimi i shëndetit mendor? Nuk është vetëm mungesa e një sëmundjeve, nga ajo tabuja e cila pranohet si definicion në shoqëri, mirë po është mirëqenia e përgjithshme. Ka të bëjë me ato se si njerëzit e zhvillojnë veten, si përballen me tensionet e përditshmërisë. Unë çdo herë shëndetin mendor e cilësoj edhe si zëri jon i mbrëmshëm, pasi që zëri jon i mbrëmshëm ndonjëherë kur është mirë, na flet mirë edhe na fuqizon që ne të ecim drejt një progresi. Kur ai zëri i mbrëmshëm sabotohet nga faktorë të ndryshëm, atëherë ai zëri i mbrëmshëm neve na saboton edhe neve na udhëzon nga një regres. Pra, kur i kemi ato zërat e brendshëm brenda që na flasin keq për vetveten, vetë është një sinjal që kemi shqetësime me shëndetin emocional. Mos të themi që si shqetësim, nga që mos të vjen shumë e madhe në vesh, po të themi që është koha që të ndalemi, të marrim pak frymë edhe të shikojmë se çka po ndodh në jetën tonë. Nga psikologjia e shëndetit e dim shumë mirë që çdo lëvizje në trup, prej lëvizjeve më të vogla si dridhje durve, këmbëve, dridhje në lukс të vogla deri te sëmundjet si sëmundjet me zemrën, diabetin e kanceri, janë një mesazh ku trupi më i ka mbledh mesazhet, edhe ne nuk kemi qenë të hapur për mi marrë ato mesazhe, pastaj kanë gjetë një boshllëk, një rrugë tjetër brenda trupit tonë, edhe kanë lshu atë të keqen e vet. Pra gjithçka këto sinjalet e vogla edhe gabormate, një nga zërat më të fuqishëm të kohës sonë për shëndetin mendor, në librin e tij Kur trupi thot jo, e tregon në formë shumë ilustrative këtë se si çdo sinjal ndonjëherë mund të ndodhë një ndryshim shumë i vogël në ambientin e shkollës, në ambientin e punës, në ambient familjar, e në vend që ne ta marrim këtë ndryshim edhe ta adaptojmë brenda vetes tonë, ne ndonjëherë dim që ta shtypim atë, e dim që edhe nga ligji i psikologjisë, po edhe nga ligji i fizikës, gjithçka që shtypet plas, pëlqet. Për këtë shkak duhet jemi senzitiv ndaj marrjes së këtyre mesazheve të cilët trupi jon na jep. Nga që edhe ankthi, stresi, trauma janë shumë definime relative. Nëse një
event për mu mund t'jetë traumatik edhe të nxit, të alarmon diçka brenda vetës që do ta prish atë homeostazi, si thëmë, balancin e trupit, por ty mund t'jetë një ndodhi shumë e thjeshtë, e përditshme, që nuk do të ngjall alarm trupit tonë. Pra, secili individ ndryshe i përjeton fenomenet dhe ndryshe i merr emocionet. Për këtë shkak edhe koncepti i shëndetit mendor është shumë relativ. Ashtu si që zëri jonë i mbrëmshëm tingëllon ndryshe të gjithë secili prej neve, edhe shëndeti mendor është edhe rrugës të dim që shëndeti mendor është një koncept i vjetër, po atë sa është njeriu i parë. Mirë po, në aspekt të konceptualizimit si shëndet mendor, fillon shumë vonë, deri kur tani më Organizata e Botërore e Shëndetit po e thot që nuk ka shëndet pa shëndet mendor. Absolutisht, mendje shëndosh në trup të shëndosh është një paradigmë shumë e vjetër. Sumeja, përmende pak problemet shëndetësore të cilat manifestojnë ndoshta duke i injoruar edhe ato sinjalet e para që i shfaq trupi. Para pak ditësh ka pasur edhe alarmime në media edhe për një rritje të numrit edhe të problemeve me zemër tek moshat e reja. Ky nuk është një alarm i ndodhur vetëm së voni, ka pasur alarme të tilla edhe më herët. Pastaj ulëmtime të ndryshme tregojnë edhe për praninë e shqetësimeve dhe depresionit shumë herët tek moshat e reja. Pse Sumeja është kaq e rëndësishme të flasim edhe për aspektin pozitiv të shëndetit mendor para se të na vinë shqetësimet e mëdha? Ne tash kohën e fundit psikologjin po e ndajmë metaforikisht në dy, psikologjia tradicionale dhe psikologjia pozitive. Nga që e dim që rrjedha e psikologjisë, fuqizimi i psikologjisë më shumë vjen pas luftës së dytë botërore, ku kishte luftar të traumatizuar, gjendje shumë e rëndë në botë, edhe psikologët u mobilizuan që të krijojnë, formulojnë teste, inventare, instrumente që t'i ndihmojnë atyve personave të cilët kanë qenë të traumatizuar nga lufta me reagime post-traumatike, me çrregullime të ndryshme. Edhe nga që faktorët e jashtëmisht janë kështu, edhe zhvillimi i psikologjisë më do e mos e mori këtë kahjen patologjike. Si ka një problem, edhe ne tash ta zgjidhim problemin. Pra ishte në ato që më shumë probleme veç më kanë ndodhur në fazën terciare, ku më vetëm të mbetet njeriu në jetë. Pastaj, në fillimin e viteve 2000, është një person me shumë i rëndësishëm i emriti në aspektin e reziliencës edhe psikologjisë pozitive, babai i psikologjisë pozitive, Martin Seligman. Ai në fillimin e viteve 2000 ka filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përderisa e ka bërë temën e doktoraturës së vet, e ka parë që është një pasgjithshmëri e mësuar në mesin e studentëve universitar. E ka parë që ato nuk kanë shpresë për të ndryshuar diçka, nuk kanë shpresë për të marrë një notë të mirë, nëse gjeneratat paraprake po landën e njëjtë nuk e kanë marrë atë notë të mirë. Edhe ky ka filluar të shqetësohet për këtë fakt dhe ka thënë që arsyeja dhe qëllimi i psikologjisë nuk duhet të jetë kjo, vetëm ne të mbajmë në jetë dikën i cili është traumatizuar ose që ka shumë probleme, po qëllimi i psikologjisë duhet jetë edhe ai niveli primar, të informohen njerëzit, edhe të shikohet se çka është në rregull, jo vetëm se çka është gabim. Vetëm kush problematika, po. Edhe të shohë se what's right. Okej, çka është kjo rezilienca? Edhe prej këtu fillon një nismë e re në psikologji, me disa instrumente, me disa inventare, ku edhe po flitet që, kur njerëzit kanë ndonjë problem, kur kanë ndonjë çrregullim, kur kanë ndonjë shqetësim, psikologjia intervenon. Mirë, po gjithashtu psikologjia intervenon edhe tek njerëzit të cilët nuk kanë ndonjë problem, nuk kanë ndonjë shqetësim apo çrregullim serioz. Thjesht ka nevojë të kenë një mirëqenie më të shëndetshme. Po, nga që definimi apo ishte mirëqenie përgjithshme. E si të ruhet kjo mirëqenie nëse ne as pak nuk e diskutojmë edhe marrim shumë të gatshme. Absolutisht. Me që përmende reziliencën apo qëndrueshmërinë emocionale, që ta përdorim një term pak më të përafërt në gjuhën shqipe, me që termet e reja janë të gjuhës angleze, domosdo janë të imponueshme. Le të flasim për fuqinë e rikuperimit edhe fuqinë për të ecur përpara, Sumeja. Cilat do të kishin qenë disa prej faktorëve që ndikojnë më së shumti? Njeriu është qenie sociale, edhe ne kemi të mëdhëzdoshme të funksionojmë brenda në shoqëri. Freudi, një nga emrat më të njohur në psikologji, dhe thot njeriu i shëndosh është ai i cili mund të dashuron edhe mund të punon.
Edhe kjo e tregon në mënyrë definim shumë i bukur. Po, shumë i thjesht, mirë po shumë demonstrativ. Nga që një njeri i cili ka vullnet për të punuar, të prodhon diçka në jetën e tij, të funksionon diçka në jetën e tij, të nxjerr diçka në pa marrë parasysh kjo mund të jetë në aspekt një nxënës në shkollë fillore, çka mund të prodhon mësimin e gjërave të ndryshme të cilat ngjallin shumë kuriozitet edhe mos ta hupat kuriozitetin. Nga që ne tani jemi duke pa fatkeqësisht një dështim, nëse më lejo ta quaj, ku fëmia është i prirur të jetë shumë kurreshtar për botën. Edhe po e shohim që në moshë shumë të vogël kjo kurreshtje po dëmtohet, po zbehet. Edhe fëmijët po dalin me slogane të mëdha, me sinteza të mëdha si për çka na duhet shkolla. Fëmia ende nuk është zhvilluar truri që të mendon abstrakt dhe të prodhon sinteza të tilla. Ajo është një gjë e mësuar. E prej këtu duhet ta fillojmë që është një çështje kolektive dhe shoqërore, pra gjithë secili të ndihmojmë njëri tjetrit të funksionojmë në një aspekt më me shpresë. Nga që shpresa është shumë e rëndësishme. Shpresa është ajo e cila neve na mban në jetë. Edhe na jep fuqi edhe kurajo që të vazhdojmë. Pra, faktori social, që ne jemi qenie sociale, është shumë e rëndësishme, pse prej këtu fillon pastaj edhe vetvlerësimi. Nëse ne jemi pjesë e një shoqërie e cila neve na inkurajon të vazhdojmë me një rrugtim të cilën ne e kemi marrë, mirëqenia jonë psikologjike do të jetë shumë e fortë, shumë e mirë, shumë e ndritshme. Mirë, po nëse ne jemi pjesë e një shoqërie e cila neve vazhdimisht na demotivon, vazhdimisht na shtyn me fjalë negative, derdhin mbi neve pesimizëm dhe ashtu ngjyra më të errta sa i takon shpresës për të ardhmen. Do të thënë afektohemi, është e pa evitueshme. Këto dy faktorë, edhe vetvlerësimi, pra faktori individual, edhe adaptimi në një shoqëri, i cili është një faktor social, janë shumë të rëndësishëm për reziliencën, edhe duhet të bashkëveprojnë shumë mirë njëra me tjetrën. Pra, nuk ka shoqëri të shëndosh pa një individ të shëndosh, mirë po nuk ka dhe individ të shëndosh pa një shoqëri të shëndosh. Absolutisht. E ne të fokusohemi tek anët e bukura, anët e forta të njëri tjetrit. Se shoqëria jonë kam përshtypjen është më anuar. Pikën e zezë brenda një flete të bardhë. Janë më të orientuar nga kritika, nga ajo se çka mund të përmirësojnë. Çfarë nuk funksionon. Po, jemi më shumë të fokusuar në atë se çka po funksionon, çka po shëndrit që t'ja miratojmë njëri tjetrit. Po edhe tek vetja, filluar edhe nga vetja. Cilat janë disa prej strategjive më praktike për të kultivuar mirëqenie mendore? Sot fatmirësisht janë futur disa terme në narrativin kolektiv si dashuria ndaj vetvetes, ose self-care, ose kujdesi për vetveten. Njerëzit sot bëjnë pak më shumë kujdesi sidomos të rinjt, edhe për aktivitete fizike, ose një mirëmbajtje, edhe të libra, mendoj edhe lexim të librave psikologjik që kanë të bëjnë edhe me fuqizimin ose krijimin e disa mekanizmave pak më fuqizues tek ata. A janë këto disa prej praktikave të cilat duhet të jenë sot të pranishme sumeja dhe si ta kultivojmë një kulturë të self-care? Një çështje bëhet çështje vetëm kur ne e bëjmë çështje. Kjo është shumë e rëndësishme diet tani, nga që jemi pjesë e një bote globale dhe shumë dinamike që po ndryshon vazhdimisht, nëse gjeneratat paraprake nuk kanë pasur qasje kaq shumë të lehtë dhe të shpejtë në informim, tani ne dhe gjeneratat e reja po kanë shumë qasje në këto praktika globale prej tematikat diskursi i shëndetit mendor fillimisht, pastaj edhe për problematika apo sugjerime, mesazhe se si ta rrujmë këtë shëndetin mendor konkretisht. A janë të rëndësishme, është shumë e rëndësishme, nga që gjithçka fillon me pikë të parë vetëdijshmërinë edhe pika e dytë informimin. Nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm që për shëndetin mendor, ne nuk do t'i japim rëndësi shëndetit mendor. Absolut. Rrjetet sociale, platformat online, me gjithë dezavantazhet që ndonjëherë po i bin, nga që këtu nëse më lejo ta përmendje është një ulumtim para disa viteve për Universitetit të Pensilvanisë, thuhet student të ciklit deri diplomik në një periudhë kohore prej 2 javë deri në 1 muaj, nuk më kujtohet fiks, e kanë lënë përdorimin e rrjeteve sociale, tek ato janë pa shenja më të ulta të vetmisë, ankthit dhe depresionit. Absolutisht. Kjo është një praktikë që e bëj edhe unë sa jam në pushim dhe efekti është
jashtëzakonisht i madh. Që në dëgjim të parë është paradoksale, nga që janë rrjete shoqërore, të socializohemi, mirë po në momentin kur ato balancohet apo ullet përdorimi i tyre, pra kjo është si dezavantajë rrjeteve sociale. Avantajë është që ne po marrim veç më informata, edhe pse duhet kemi kujdese nga çfarë kanale po i marrim ato informata, e këto përdorimi i shëndetshëm i kanaleve për shëndetin mendor, unë mendoj që po ju ndihmojnë shumë të rive, edhe të cilët nuk kërkojnë ndihmë psikoterapeutike, ta kryejnë vetëdijshmëri, ta flasin mes tyre një diskurs të shëndetit mendor, e kështu ta kryojnë edhe një kujdes apo self-care, si e tham, prej të krijimi i barierave. Pra nëse më pyetet se çfarë mund të jenë disa sugjerime të thjeshta dhe të lehta si të qëndrojmë si ta përmirësojmë përditshmërinë tonë, psikologjikisht të shëndosh apo të qëndrueshëm, është e para të jemi mirë të informuar, të jemi të vetëdijshëm, e dyta, e treta është që të kemi guximin të vendojmë bariera në jetën tonë, bariera të shëndetshme, duke mos harruar faktin që ne jemi qenie sociale, mirë po të zgjedhim shoqëritë ku ne do të dëshirojmë ndihemi të shëndosh, ndihemi vetvetja, të fit in, të përkasim, të adaptohemi aty. Këto janë ndoshta 3-4 sugjerime që çdo i ri e re, po edhe më të moshuarit, nga që e përmende fjalën narrativ. Narrativa është shumë e rëndësishme. Në psikoterapi ne kemi një rrjedhë apo një shkollë, ekol të psikoterapisë, që është psikoterapia narrative. Edhe aty teknika kryesore është psikoterapisti a mundson personit i cili vjen në këshillim ta ndryshon narrativën, storjen e vet. Teknikë interesante. Nëse storjet janë storje ku personi nuk është protagonisti, ku personi është me më shumë dështime, ne ja mundësojmë që personi ta fillon ta sheh vetin fillimisht si protagonist i jetës së vet, që fuqia është në dorën time, edhe pastaj të ndryshon storjet, të ndryshon narrativat, pra të ndryshon vendet ku ai nuk mund të ndihet full vetvetja e tij, apo mos të ndjejë që është duke realizuar potencialin e më të lartë. E ato t'i ndron në vende ku ai do të ndjehet me potencial më të lartë, me mundësi për aktualizim të vetes së tij. Edhe me këto praktika mund të them që automatikisht ndryshohet edhe perceptimi i shëndetit mendor, rezilienca e kështu me radhë. Sumia, le të flasim pak për rolin e komunitetit dhe familjes në përforcimin e shëndetit mendor. Si ta ndërtojmë një kulturë, fillimisht komunikimi, ku të gjithë do të ndjehemi më të pranuar edhe do të ndjehemi më të dëgjuar dhe më të vlefshëm, sepse edhe në këtë kulturë qalojmë shumë si shoqëri, të përmendë faktin që jemi më të prirur të shohim anët negative, por sidomos familja, shtëpia ku rritemi, duhet të jetë një strohe ngrohtë ku ne ndjehemi vetvetja, ndjehemi të pranuar dhe ndjehemi edhe të fuqizuar, apo jo? Këtu nëse edhe shohim familjen si pjesë e shoqërisë, njeriu ku i hap syt për herë të parë i hap në familje. Absolutisht. Pra për këtë shkak familja është e prirur të jetë vendi ku ne do të shohim mëshirë, dashuri, do të ndërtohet vetbesimi në formë të mirë, pranimi është shumë i rëndësishëm. E në raste kur ne i hapim syt edhe nuk i shohim këto veprime, pastaj do të krijohet ai cikli toksik, ku ne do të atraksionojmë në të ardhmen persona të cilët neve do të na bëjnë të ndihemi jo mjaftueshmërisht të mirë, jo të dashuruar në mënyrën e duhur, të shëndetshme, e kështu me radhë. Në momentin çka të bëjmë ne si shoqëri, e para është kjo aspekti i ndërgjegjësimit është shumë i rëndësishëm. Edhe të dalim nga ajo humnera deterministike, nga që po disa gjana janë me cilët ne kemi lindur në disa rrethana të cilët ne nuk mundemi t'i ndryshojmë, mirë po pas një moshe është shumë interesante gjatë praktikës time në studime deri diplomike jashtë vendit, një e këshilluar e cila patar tonë tha, kam arritur me një pikë ku edhe nëse nuk më don askush në botë, unë kam kapacitet ta dua veten time. Kjo është një fitore shumë e madhe. Kjo është një fitore shumë e madhe, nga që e tregon që
Okej, për mua sfida më e madhe ishte që unë vazhdimisht isha në kërkim të dashurisë prej familjes, shoqërisë, edhe vazhdimisht anojsha në këtë. Edhe këtu të ndalem Arlinda, të ndërlidhim prapë me psikologjinë e shëndetit, është një çrregullim i luksit lupus, edhe pastaj edhe ulseri, janë çrregullime të luksit, këto të dyjat bazën e kanë nga pavarësia jonë në fakt për dashuri dhe admirim nga të tjerët. Dashuria nga ana e tjetërve është nevojë themelore, fundamentale e jona. Mirë po kur kjo kërkohet në mënyrë të shëndetshme, mirë po në momentin ku ne kërkojmë atë dashuri ku nga që e dim të gjithë njerëzit nuk janë të prirur të na dojnë, në njëjtën mënyrë që ne nuk jemi të prirur të dojmë gjithë njerëzit. Jemi të detyruar. E rëndësishme është ta duam veten, aty ta në momentin kur ne e duam veten, e dim edhe ku ta kërkojmë dashurinë për veten tonë. Mirë po në momentin kur ne nuk e duam veten, nuk dim edhe ku ta kërkojmë dashurinë që dikush na don. Këtë logjik shumë e thjeshtë. Shumë matematika, shumë e thjeshtë, si 2 + 2 = 4 është e njëjta. E në këto matematika të thjeshta, kur ne jemi sy hapur edhe i vërejmë këto, pastaj e themi atë zinxhirin ndërgjenerator i cili është ndërtuar. Nga që ne rrjedhim nga një prej luftës së dytë botërore, gjendje shumë e varfër socioekonomike, pastaj një vetdije shumë e ulët. Njerëzit kur janë në luftë për ushqim, nuk e mendojnë shëndetin mendor. Nuk e mendojnë a do t'i bëj damun tash atij tjetrit, është një luftë për ekzistencë. Mirë po ne burrojmë nga një gjeografi e tillë, e cila ka qenë me lufta të ndryshme, maose të ndryshme. Mirë po tash dhe këtu nuk jemi pjesë e ndonjë lufte, tash dhe këtu jemi në gjendje ekonomike shumë më mirë se kur më parë, e mendoj që tash ka ardhur koha që ti ridefinojmë shumë gjëra në aspekt të përparësisë. Çka kemi si përparësi ne si shoqëri edhe çka jo. Me vetë faktin që në rini jemi duke pa sjellje të rrezikshme, përhapje të kurive negative, edhe pastaj edhe rinia, mirë po edhe prindrit e tyre, po dalin me deklarata shumë të fuqishme si shëndeti mendor është më i rëndësishëm se gjithçka. E mendoj që ne duhet t'i hapim sytë, duhet t'i hapim veshët ndaj sfidave të tjerëve edhe të mësojmë edhe në jetën tonë. Çka të mësojmë që shëndeti mendor që nga shumë i rëndësishëm. Të fillojmë nga kjo që po jemi qenie sociale, edhe shumë e rëndësishme që të funksionojë mirë në shoqëri, mirë po në momentin kur nuk funksionon, atëherë të provojmë ku funksionon dikun tjetër, edhe mos të shkojmë me inat në ato vende ku ne nuk marrim feedback pozitiv për veten tonë. Aty ku s'marrim dashuri. Kur jemi duke folur për rolin e komunitetit edhe familjes, unë do doja që regjia të më mundsoj një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Arjeta Musliu, psikologe klinike në qendrën Rijeta, qendër e cila funksionon në Ferizaj, më saktësisht në Kosovë. Ne kemi pasur edhe më herët zonjën Arjeta në një rrëfim të saj shumë të ndjerë këtu në studion e motivit. Ajo është nën e një adoleshentit i cili ka humbur faktikisht jetën nga përdorimi i lëndëve narkotike dhe pas kësaj sfide të madhe jetësore, zonja Arjeta vendos që të hapë qendrën për këshillim dhe për t'i ofruar ndihmë fëmijëve dhe familjeve të cilët ballafaqohen me këtë lloj problematike, pavarësisht nga lëndët narkotike. Dhe për disa vite vetë se kjo qendër funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme, duke ofruar ndihmë komunitetit atje, dhe së fundmi unë kuptova që ata kanë nisur një iniciativë të re që quhet Të pim një kafe së bashku. E çfarë është kjo iniciativë më saktë do të na tregoj zonja Arjeta. Më duket se kam zonjën Arjeta tani virtualisht. Zonja Arjeta, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë shumë. Në mesin e juaj qoftë në formë virtuale, qoftë në forma tjera, kënaqem me një fjalë. Është gjithmonë kënaqësi t'ju dëgjojmë edhe të kuptojmë për gjërat e bukura që po i krijoni atje. Unë së bashku me psikologen Sumeja Ramadani po flisnim për aspektet pozitive, për psikologjinë pozitive dhe krijimin e mekanizmave të shëndosh. Gjithashtu folëm edhe për iniciativat e komunitetit dhe rolin që komuniteti dhe shoqëria mund të ketë. Dhe në këtë kontekst, iniciativa juaj më duk shumë e qelluar edhe diçka shumë shpresdhënëse. Tregoni pak më shumë çfarë përmban iniciativa Të pim një kafe së bashku.
Atëherë kemi bërë projekte të ndryshme që ne jemi ata që do thejmë atë stigmën për të kërku ndihmë në aspektin e shëndetit mendor. Muaji i ndërgjegjësimit është vetëm muaji i maj. Kemi bërë diçka më ndryshe sa i përket asaj rutinës, stop dhuna, stop kjo, stop ajo. Dhe duke pi një kafe në balkonin tim, më lindi kjo ideja si mund t'jem më afër një personi që ka nevojë. Qoftë që po përjeton stres, apo shqetësimet e ndryshme, apo problematikat në nivel komuniteti që përballet çdo ditë. Edhe e përkrahur nga zyra e presidentes të Kosovës, të cilën e falenderoj shumë, arritëm që pas nesër të kemi këtë takim. Projekti emërohet Të pim një kafe së bashku, gjë që ka për qëllim që me të vërtet në formë miqësore, duke e tërheq atë pjesën profesionale që nuk na lejohet miqësia, por në formë miqësore ne t'u ofrojmë ndihmë individëve që ata të marrin hapin e parë drejt kërkimit të ndihmës në formë profesionale. Qëllimi është ky, edhe besoj që do shkoj mirë, pastaj projekti do vazhdoj duke trokitur në përdyer të individëve, sepse një zonjë e një shtëpie e mendoj që ajo ka për të na treguar shumë, mbase friga nuk e lejon, mbase gjykimi nuk e lejon, e shumë faktorë të tjerë, kështu që përderisa pim një kafe bashkë, ne aty do bëjmë detektimin e problematikave të një familje, të një kulmi të shtëpisë. Zonja Rjeta, sa e nevojshme është sot që të thyet stigma për shëndetin mendor? A ekzistojnë akoma tabu edhe gjykime ose mite mbi shëndetin mendor? Ekzistojnë, këtu bëj një dallim mbase kam atë aksesin apo ofroj shërbime edhe në Republikën e Maqedonisë, në disa qytete dhe kam klient që vinë. Ajo që më ka bë të mendoj më shumë rreth kësaj që të kemi qasje në Republikën e Maqedonisë, se shoh një dallim goxha të madh mes stigmës në Kosovë dhe në Maqedoni. Qendrën që e kam hapur vitin e kaluar, të njëjtit persona që kërkojnë ndihmë, kanë nevojë për trajtim, ata kërkojnë që të vinë në qytetin e Ferizaj dhe të marrin shërbimet përkatëse. Ndërsa qendra figuron thuajse kot në qytetin e Gosivarit, sepse kanë frikë se i shet dikush, ose ma kanë kërkuar një gjë, mund të vim në orët pas orës 22, që është e pamundur. Kështu që ekziston akoma, duhet ne të kontribojmë, ne të bëjmë ato hapat më të thjeshtë, të mundshëm që të thejmë këtë stigmë që çdo individ ka nevojë për shërbime psikologjike, qoftë psikiatrike, pa përjashtuar edhe veten, mbase në situata të ndryshme. E kur jemi tek stigma, zonja Rjeta, një element që e diskutuam edhe me Sumejan këtu në studio, faktin se sa shoqëria është e fokusuar edhe është orientuar për të gjetur anët negative, për të kritikuar, për të parë ndoshta diçka me tisim pak më negativ. Sa e rëndësishme është që të jemi dritë për njëri tjetrin, jo vetëm në këtë muaj, por në vazhdimsi? Arlinda, unë vazhdimisht për 6 vite që merrem me këtë çështje, konkretisht jam e fokusuar te problematikat e konsumimit të lëndëve psikoaktive, por shëndeti mendor apo ankthi, depresioni, çrregullimet të ndryshme depresive janë prezente, qoftë individi përdoruesi lëndës narkotike, por edhe te familja që e rrethon. Sepse një prind apo vëllau apo motra nuk mund të jetë në aspektin e shëndetit mendor mirë përderisa ai e ka informacionin e tillë, gjë që tronditet e gjithë familja. Por si qasemi ne mbështetjes, ne jemi thjesht në mungesë të varfër në këtë pjesë, në edukimin, në psikoedukimin, kështu që ne duhet të bëjmë 365 ditë, jo vetëm një muaj sa është muaji i maj, muaji i ndërgjegjësimit. A kemi bërë shumë, a kemi hapësirë për të kontribuar akoma? Kemi. Në të gjitha institucionet, qoftë në për familjet tona, qoftë në institucionet shkollore, qoftë në mekanizmat mbrojtës institucionet si prokuroria, shumë gjëra tjera, sepse numri i vrasjeve, i tentim vrasjeve, i dhunimeve, i dhunës fizike, qoftë psikologjike, është çdo ditë në rritje. Këtë e potencoj në nivel të shifrave, informatave, por në veçanti të rrëfimeve reale që më bëhen në qendrën tonë në shërbimet që ofroj. Zonja Rjeta, për te iniciativës tuaj, çfarë duhet të bëj familja dhe komuniteti në përgjithësi? Cilat janë elementet ose narrativa që duhet të ndryshojnë? Atëherë, shëndeti mendor
përfshin mirëqenjen sociale, psikologjike dhe mirëqenjen emocionale. Çka duhet të bëjmë ne? Ne duhet të jemi ai personi, ai mësuesi i parë, sepse na obligon profesioni që kemi dhe betimi që kemi dhënë që ne jemi ndryshimi në komunitetin tonë, në aspektin pozitiv ta them. Çka duhet të bëjmë? Duhet të flasim më shumë. Në vend të spoteve dhe këngëve që ipën në për televizionet, këtu është hapësira e juaj, nuk dua të gjykoj. Në këtë aspekt në shumë të drejtë keni zonja Arieta, gjitha kritikat që i thoni, sidomos për mbajtjet e muzikës dhe videoklipeve që shfaqen sot në për media, për edhe në YouTube, promovojnë një kulturë jo të mirë për të rinjt. Pikrisht këtë duhet të them, sidomos ai ndikimi negativ që është te adoleshentët, sepse fatkeqësisht konsumimin e lëndëve narkotike dhe çrregullimet e shëndetit mendor po ballafaqohen edhe mosha shumë të reja, duke filluar nga mosha 12 vjeçe. Edhe ajo që më bën përshtypje është se si një i ri apo një e re joshet nga një videoklip i një muzike ku ka një vetur luksoze, ku ndizet lirshëm secili lloj i drogës, edhe ai thjesht e krijon atë imazhin e vet që edhe ai duhet veproj atë. Automatikisht hyn në një trend, në një diçka që nuk i takon pjesës së shoqërisë nëse nuk je i involvuar apo i kyçur në atë gjë. Kështu që po mendoj që edhe në promovimin e shumë dukurive negative, sepse edhe alkooli është çdo ditë në rritje dhe lojrat e fatit, bigjozi, prostitucioni, gjitha. Sa bëjmë promovimin e këtyre gjërave duke mos e përjashtuar në nevojën e individit që ka nevojë të dëgjojë muzikë, sepse muzika qetëson shpirtin, mbush shpirtin, po le të jetë një diçka e mirëfillt, diçka cilësore. Edhe nëse një gallamrëmje apo një aktivitet apo një koncert krijohet hapësira mediatike që të bëhet promovim, sponsorizim, ndërsa për gjërat bazike që po dëmtohet shoqëria jonë, qoftë mosha e re, qoftë mosha më e rritur, ne me një fjalë nuk po vrasim mjaftueshëm mendjen për të intervenuar dhe të ofruar atë që duhet ne ta bëjmë për shoqërinë tonë. Pikrisht edhe kjo iniciativë që ju e keni cu është një prej atyre iniciativa që e ndes të dritë tek shoqëria dhe unë uroj vërtet që në këtë aspekt ju marrim shembull për të mirë, sepse në Kosovë realisht ndodhin aktivitete shumë të bukura, iniciativa shumë të bukura që i thyen stigmat e taput dhe uroj që një kulturë e tillë pse jo të vijë edhe te ne. Zonja Ariet, ju falenderoj shumë që u kyçet virtualisht në motiv në këtë edicion për të folur edhe për të iniciativë, por edhe për të na dhënë këtë shembull kaq pozitiv. Unë ju uroj shumë suksese me iniciativën dhe shkoftë sa më mbar. Faleminderit shumë. Dua ta mbyll me këtë që një bisedë e shkurtër rreth shëndetit mendor ka fuqinë të bëjë ndryshime të mëdha, qoftë individi, qoftë familja, qoftë shoqëria. Unë me kënaqësinë më të madhe do ndaj disa materiale që të paktën t'i shpërndani edhe ju, mbase do takohemi për një kafe të pimë së bashku. Patjetër. Dhe sadokudo të jemi kontribues, nga tani po të premtoj filxhanin që do i ndajnë të mërkurën. Do e mbaj këtu në studio. Gjithsesi, kështu që kemi për të bërë, kemi mundësi hapur që të bashkëpunojmë, sepse jemi shqiptar dhe ne jemi ata që i zgjasim dorën njëri tjetrit. Edhe problemet i kemi të përbashkëta me sa. Jo, kemi një vit të hollë që na ndan. Përshëndetje edhe për musafire në studio, kolegën tonë, dhe duke uruar shëndetin më të mirë dhe vullnetin për të mos u ndalur asnjëherë. Në të mirë të Faleminderit shumë zonja Arieta. Faleminderit. Knatësi. Ishte knatësi. Sumeja, zonja Arieta përmendi një informacion, një fakt që duket jetë shqetësues. Stigma tek ne është akoma shumë e fortë. Madje edhe stigma për të kërkuar ndihmë, për të vizituar terapistin ose për të marrë një shërbim që do duhet ishte gjëja më normale sot. Unë pajtohem plotësisht me zonjën Arieta në aspektin e stigmës, nga që jemi në një vend të vogël, ndoshta unë punoj privatisht edhe në një ofroj shërbime psikoterapie, edhe Arlinda beso që shumë e shpesh të telefonojnë edhe apo do të mbet mes neve, apo nuk do t'i tregosh askujt, apo bojnë një sken analizë të detajshme në rrjetet sociale personale, duke pa që a kemi të njohur të përbashkët, edhe pastaj me emra me mbiemra më thonë këto persona nuk diskuton ti apo që unë do të vi këtu. Edhe prej këtu kisha pas dëshirë
t'ja jap një informacion ligjor që gjitha personat të cilet kanë argument që psikoterapisti i tyre ka bartë jashtë çdo lloj informacioni, qoftë edhe informacionin më banal si ky person merr shërbim psikoterapie, ka të drejtë ta paditë. Edhe kjo dëshmon edhe tregon për senzitivitetin edhe parimet etikore të shërbimeve psikoterapeutike. Gjithashtu, si shembull i reziliencës, nga që jemi duke folë edhe për psikologjinë pozitive, konteksti i reziliencës në psikologjinë pozitive është edhe kjo post-traumatic growth, apo rritja pas traumës, edhe mendoj që zonja Arieta këtu është një shembull fascinant, edhe mendoj që duhet ta shfrytëzojmë kohën edhe ta përmendim atë, çka i vjen kjo, si që përmende në storjen e saj, zonja Arieta ka humbë fëmijën si viktime përdorimit të mjeteve psikoaktive apo narkotikëve. Edhe pastaj kjo është një traumë shumë e madhe jetësore. Edhe zonja Arieta ka përdorur këtë traumë duke lundruar një thellë në të, duke përjetuar dhimbjen, mirë po pastaj duke u ngrit, duke u rrit nëpërmjet asaj dhimbje. Edhe s'ka mbet vetëm aq, po edhe ka kriju diçka në shërbim të komunitetit për t'i ndihmuar personat të cilët janë në hall. Sa i thonë të nxjerrësh mjaltin nga limoni. Definitivisht. Një princip filozofik i thellë. Ne kemi prej në Kosovë edhe në Bosnë njëjtë personat të cilët kanë qenë viktima të dhunës seksuale në lufta, edhe pastaj kanë marrë guximin që të tejkalojnë atë dhimbje edhe të bëhen ambasador të viktimave të dhunës seksuale. Edhe mendoj që këto persona, këto gra, janë shembull të jashtëzakonshëm, janë shembull shumë ndriçues, të cilët duhet na japin mesazhin, ne ta marrim mesazhin se ato po na japin neve. Në ato që asnjë sfidë, asnjë tension, asnjë traumë në jetë nuk e ka fuqinë që na thën copa. Nga që kjo rritja post-traumatike është kjo, kur ne i shohim copat e tona të shpërndara, edhe prapë marrim fuqinë ta rindërtojmë veten, duke i marrë ato copa edhe duke e ndërtu, rikriju veten. Edhe mendoj që kjo është pika më e lartë e aktualizimit të qenies njerëzore. Në linjë me këtë, Sumeja, dua ta diskutojmë bashkë një fenomen që po bëhet gjithnjë më prezent. Ne përmendëm pak a shumë edhe ndikimin e rrjeteve sociale sot dhe teknologjisë, po përmendëm edhe stigmën për të shkuar tek psikologu. Dhe një fenomen që e dëgjojmë shumë shpesh nga rrjeti sot është që ChatGPT-n, po serverin e inteligjencës artificiale, individët, veçanërisht të rinjt, po e përdorin sot si mik, si shok, shoqe, ose po e përdorin edhe si terapist. Vallë kaq shumë teknologjia na ka zëvendësuar njëri tjetrin, apo njëri tjetri është bërë kaq vështirë për t'u arritur sa e kemi teknologjinë apo e konsiderojmë një robot më të afërt shpirtërisht. Si e lexon ti si ekspert e shëndetit mendor këtë fenomen? Në shumë trajnime të mia, Arlindo, unë po e dëgjoj këtë që njerëzit, sidomos të rinjt, janë duke përdorë inteligjencën artificiale apo ChatGPT-n për t'ia treguar disa halle, probleme të veta, shqetësime të veta, e duke marrë feedback nga ChatGPT-ja. Mendoj që kjo është një tragjedi shumë e madhe e cila neve duhet na alarmon kolektivisht. Pse? Sepse të filloj prej këtu, prej Hipokritit, prej Galenit, prej shumë mjek, prej Greqisë antike e deri më tash, kanë thënë që prekja është ajo që shëron. Kjo është edhe slogani bazë për ekzistimin e fizioterapisë. Prekja shëron. Edhe në psikoterapi ne kemi atë prekjen emocionale, atë prekjen shpirtërore. Ajo është që shëron, kur psikoterapisti e prek edhe e sheh personin përballë, që ndoshta nuk ka qenë i parë, edhe tash është i parë, edhe vetë që tash unë jam po më dëgjon dikush, po më sheh dikush, është shëruese në vete. Sa mund të na sheh ChatGPT-ja? Sa mund të na prek ChatGPT-ja? Sa mund të na ndihmon? Unë nuk kam asgjë kundër për
profesionista përdoren në ndonjë analizë të thjesht apo vetëm brainstorming apo një ide më ndryshe ta jep. Ndoshta në këtë pikë, në këtë linjë mund të jetë e shëndetshme, por në aspektin e bartjes së derteve ChatGPT-s, ne nuk e dim se ChatGPT-a një ditë a mund të zgjohet, siç e themi në popull, në anën e mbajt, mund të blihet nga ndonjë dikush tjetër, edhe mund që gjithë këto informata të përdoren për të na bë dëm. Nga që jemi edhe në atë periudhën e robotizimit të njerëzve edhe tentimit për njerëzim të robotëve. Edhe në një proces ku gjithçka është abnormale, të tentohet të mirë ndihmë psikoterapeutike nga ChatGPT-a, e cila është falas, është e pritshme. Mirë po, nëse fjala ime si psikoterapiste që kam më shumë se 4 vjet aktivisht dëgjoj njerëz, shikoj njerëz, prek njerëz, është shumë e dëmshme. Edhe nëse kam të drejtë që ta jap një mesazh, është mos ta përdorin këtë. Këtu Arlinda duhet të hapet edhe një vend për kritik ndaj sistemit të shëndetit mendor në shtet. Edhe në këtë pikë do doja të ndalemi, cili është roli i institucioneve dhe sot edhe cilat janë pengesat kryesore që individët i hasin për të arritur deri tek shërbimet e shëndetit mendor, për te stigmës edhe problemeve të kontekstit social. A është i përgatitur sistemi jonë shëndetësor për të ballafaquar me këtë sfidë të madhe që vjen e shpeshtohet? A ekziston stigma? Po, ekziston stigma edhe në numër shumë të madh. Mirë po ekziston një pjesë shumë e madhe e shoqërisë e cila veç më e ka thyr stigmën, ose problemi i tyre është shumë më i madh se sa ta mendojnë apo t'i japin prioritet stigmës së kërkimit të shërbimit për shëndet mendor. E për këtë masë të njerëzve, shteti nuk ka fatkeqësisht kapacitete, apo ka edhe nuk po jep rëndësi, unë nuk e di, kapacitetit të fuqizimit të burimeve për të kërkuar ndihmë. Prej vitit 2005 në Maqedoni ekziston ligj për shëndet mendor. Prej vitit 2015 ky ligj është avancu. Ekziston mundësi për shërbime psikoterapeutike falas në disa poliklinika në Shkup. Nuk e di a është kjo për gjithë Maqedoni, mirë po për në Shkup ekziston. Mu më vjen shumë keq, Arlinda, që shumë raste kam dëgju të këtyre psikologëve të cilët punojnë edhe kam për detyrë të japin shërbime falas në kuadër të punësimit të tyre në poliklinik, i orientojnë personat në nevojë në ente private. Edhe kjo veç më e dëmton... Kjo anomali e sistemit e trashëguar. Po, e dëmton ende më shumë besimin e personave të cilët kanë nevojë. Tash, çmimi gjithashtu duhet të jetë i afërtueshëm. Duhet të jetë një çmim i cili nuk është në krahasim me shtetet e ndryshme, të cilët kanë standard më të lartë ndoshta të jetesës, por duhet të jetë një çmim i adaptuar dhe i përshtatur për standardin ton këtu në Shkup, në Maqedoni. Edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm. Pra, ndoshta edhe them animi apo kazimi, orientimi i të rive për të kërkuar ndihmë psikologjike në ChatGPT është bukfalisht nga mungesa. Në universitetin ku unë punoj, prej vitit të kaluar u krijua një ent, një zyre për shërbime psikologjike falas për student. Edhe pastaj prej këtij viti me ligj, çdo universitet e ka të patjetërsueshme të ketë zyre për konsultim psikologjik të studentëve. Edhe kjo është informat shumë e rëndësishme të dihet, nëse në momentin kur e dim që e kemi të drejtë, edhe dim që ta kërkojmë atë drejtën tonë, për këtë shkak të gjithë të rit, të cilët janë student aktiv apo pasiv në ndonjë universitet, e kanë këtë drejtë që falas të kërkojnë ndihmë. Pastaj në poliklinika është falas gjithashtu, mirë po ekzistojnë edhe disa shoqata jo qeveritare të cilët japin shërbime. Po, kjo e pam edhe prej periudhës së pandemisë, kishte shumë linja edhe organizata jo qeveritare të cilët këtë e bëshën në formë vullnetare apo falas apo me fonde të cilët jipen fonde dhe pastaj për qytetarët është falas. Kisha pas shumë dëshirë të gjithë personat, sidomos gjithë të rit, mos ta kalojmë periudhën e rinis pa e provuar të paktën një herë terapinë, të paktën për qejf. Po, të paktën për qejf e të paktën për ta parë se si është.
të paktën për dikush sinqerisht për t'i dëgju se si ato janë. Nga që magjia e psikoterapisë është që psikoterapisti nuk e din alternativat tjera, realitetet tjera, po ne punojmë me parimin e fenomenologjisë apo realitetit subjektiv. Mua më intereson vetëm Arlinda si e ka përjetuar atë rast. Absolutisht, dhe asë një rëthan tjetër. Gjithë ekipa. Dhe ju çfarë mendojnë gjithë familja ose gjithë shoqëria për atë gjë. Pra mendoj që gjitha këto, sidomos qasja e butë e psikologëve dhe psikoterapeutëve duhet luajnë një rol të rëndësishëm edhe krucial në afrimin e njerëzve për të kërkuar shërbime psikologjike. Mu më vjen shumë mirë që edhe nga ndikimi i rrjeteve sociale të pasurit psikoterapeut individual ka arritur me mesin e shkollarëve të mesëm nga ajo sapo e shoh në një pozicion shumë cool. Edhe nuk e fshehin. Unë çdo herë kur vijnë personat ju tham që nëse takohemi në identitete të ndryshme dikun jashtë, e keni të drejtën mos më përshëndetni nga fshehtësia. Mirë po i shoh vinë më përqafojnë edhe kjo është psikoterapistja ime dhe okej, kjo është një lajm shumë i bukur. Po, është një zhvillim, një progres, një dukuri shumë e bukur dhe pozitive për ta pa. Pra edhe pse ekzistojnë shumë sfida në sistemin ton, ka lëvizje pozitive. Ka edhe lëvizje pozitive. Ekzistojnë shumë narrativa negative rreth shëndetit mendor. Shumë prej tyre të rënjosura dhe shumë thellë te kultura jonë, edhe komunikimit, edhe e mënyrës se si e trajtojmë njëri tjetrin. Ndoshta shumë herë personat të cilët kanë shfaqur shqetësime emocionale ose shqetësime të shëndetit mendor ka qenë në kulturën tonë që edhe t'i tallim ata persona. Ka qenë shumë madje pranishme kultura e talljes së personave të cilët kanë pasur probleme me probleme të shëndetit mendor. Pastaj është edhe kultura që kur dikush qan, qoftë vajza apo mashkull, ne kemi edhe atë pritjen për ta bullizuar dhe për t'i thënë që je qaraman ose me fjalë të tjera që nuk janë edhe të gjuhës shqipe, që s'dua t'i parafrazoj në këto momente, por janë të njohura për audiencën. Si mund të zaventësojmë këtë gjuhë negative dhe t'japim një gjuhë fuqizuese dhe jo gjykuese së shëndetit emocional? Disa shembuj shumë konkret. E preke një pikë shumë të rëndësishme, prapë sa i përket perceptimeve tona kulturore, nga që ne për personat të cilët kanë probleme shqetësime të shëndetit mendor, kemi fjalë të paskajshme, si ke dalë mendësh, pas ka dalë mendësh, ka plot edhe kjo e tregon sa më shumë fjalë që ka në një kulturë, në një gjuhë, në një shoqëri, për një fenomen, kjo tregon edhe jep një mesazh shumë të rëndësishëm në ato se sa rëndësi i jepet. Kjo qartazi tregon që në shoqërinë tonë i jepet rëndësi shumë të madhe shëndetit mendor, mirë po në një aspekt negativ. Po, edhe kjo duhet që drita të mirët nga ai konteksti negativ edhe të drejtohet në një kontekst të pozitiv. Në çka bëj thirrje në këtë segment? Në empati. Çka është empatia? Të mundemi të ndjejmë, të mundemi të mendojmë sikur të jemi ai tjetri. Mos të harrojmë këtë sikurse ne nuk jemi tjetri, mirë po ta kemi aftësinë që të mendojmë sikur të jemi tjetri. Nga që jemi në epokën e humanizmit, edhe humanizmi e tregon atë, prej homo sapiens në homo empathicus, ku njeriu po bëhet qendra e gjithçkaje. Prej sistemeve arsimore, sistemeve shëndetësore, më parë nuk ka qenë kështu. Më parë arsimtari apo mësuesi ka qenë qendra dhe autoritetit. Tani, çka është student centered, apo e fokusuar në nxënës, në student. Pse i vjen kjo? Domethënë njeriu ka të drejtë, njeriu është i rëndësishëm. E në këtë moment kur ne kemi me kriju empati, që edhe mua mundet të mëndos, atëherë do t'jemi shumë më të pazëshëm. Ne i shohim shumë mirë ato familje të cilët janë të sfiduar apo sprovuar me ndonjë familjar që ka probleme me shëndetin mendor, janë shumë më të rezervuar në komentim se sa të tjerët. Mendoj që ekzistimi i këtyre qasjeve duhet të jetë një mesazh shumë i madh për ata. Nuk e di, unë personalisht, edhe nëse nuk kisha qenë psikologe, kisha pas frikë
në një qasje të tillë, nga që nuk e dim, Arlinda, ne jemi të ndërtuar nga gjenet. Absolutisht, nuk e dim se në çfarë tjetri po kalon. Edhe nuk e dim se sa e lëndojmë, mirë, po ne jemi të ndërtuar nga gjenet. Edhe ne nuk e dim se në çfarë momenti mund të aktivizohet një gjen i cili mund të ma shfaq një diagnozë të bipolaritetit, të shizofrenisë, etj. Këtë nuk e dim. E në momenti kur ne jemi të vetëdijshëm për ato që ne jemi, në këtë aspekt jemi shumë determinist. Ne nuk e dim cili gjeni joni mund zhvillohet, edhe mund për me njëherë gjithçka jona të ndryshon. E në këtë moment kur ne jemi më të vetëdijshëm ndaj vetes tonë, edhe shohim që ndonjëherë sa pas gjithë jemi ndaj vetes tonë, ndaj fëmijëve tonë, etj. Kjo mund të jetë një flamur shumë i rëndësishëm që të na jep mesazhin të jemi më me konsiderat ndaj të tjerëve, të jemi më shumë të mëshirshëm ndaj të tjerëve, se sado që ne ngushëllojmë njëri tjetrin që jemi një shoqëri e cila mëshiron, nuk i takoj ati mendimi. Nuk i takoj ati mendimi. Në një bashkëbisedë tjetër folshme për bullizimin, edhe unë thash që çka ndodh nëse fëmia im është bullizuesi. Se ne vazhdimisht po diskutojmë se çka ndodh me fëmijët e bullizuar, si t'ju ndihmojmë fëmijëve të bullizuar, etj. Okej, po çka kur ne jemi duke bërë shumë bullizues, jo vetëm të fëmijët të rriturit, persona të cilët të bëjnë mobbing në vendet e punës. Si është psikologjia e këtyre personave? E në momentin kur ne i diskutojmë këtë gjëra edhe i ballafaqojmë ndonjëherë me realitetin, është shumë e rëndësishme si proces në tejkalimin e gjithë kësaj. Pra njerë të jemi të vetëdijshëm që edhe kjo mos të kalojmë pa e diskutu në kohën ku tani jemi postmoderne edhe ku shëndeti mendor është duke u diskutu, kemi arrit në një pikë ku çdo e keqe po merr një diagnozë. Çdo e keqe nuk është diagnozë. Ndonjëherë njeri është i keq vetëm se është i keq. Edhe në shoqëri ndonjëherë mund të rastisim në kështu njerëz të cilët bëjnë vetëm keq. Si të veprojmë edhe si të mbrojmë veten ndaj këtyre njerëzve, duke i distancuar, duke e pranuar faktin që ky njeri është i keq, po më bën dëm, unë për ta mbrojtur veten duhet largohem që këto. Edhe ndonjëherë shumë kruciale me rëndësi jetësore. Të kryejmë edhe këto barriera të shëndosha. Të kryejmë barriera të shëndosha në shoqëri, siç e përmendëm edhe më parë. Ndonjëherë po ne kontribuojmë me qenie shoqërore për të jetuar bashkë, kontribuojmë shumë, edhe japim shumë që të kemi një frekuencë, që të kemi një harmoni. Mirë po ndonjëherë kur ajo harmonia dhe frekuenca nuk gjendet, atëherë të distancohemi aty edhe ta provojmë dikun tjetër. Kjo vlen edhe për marrëdhëniet romantike, edhe për marrëdhëniet shoqërore, edhe për marrëdhëniet familjare. Nga që po familja është e shejtë kur bën dobi. Mirë po, diçka që është e shejtë nuk mund dëm të bën. Nuk mund të shkatrojë emocionalisht. E qartë. Sumia jemi nga fundi dhe për fund dua që ta japim një mesazh shpresë për rikuperimin. Për atë rëndësina asaj dritës në fund të tunelit, a keti ndonjë mesazh për gjithë ata që në këto momente ballafaqohen me vështirësitë? Mesazhi me shkronja të mëdha është që ka shpresë. Nga që çdo herë ne në periudha të ndryshme të jetës mundemi ta prekim fundin e oqeanit, fundin e humnerës, fundin e ferit, edhe mos të arrim as të imagjinojmë që mund të ketë një nesër më e mirë apo më e ndritshme. Vetë fakti që ne e kemi prek pik atë pjesën më të thellë, kjo është sinjali, mesazhi, shenja që nuk mund të bëhet më keq, edhe prej këtij momenti do të shkon gjithçka të bëhet vetëm më mirë. Nëse ne e shikojmë pikturën e plotë, pikturën e përgjithshme, jo duke u ndalë në detaje, çdo herë do të kemi mundësinë të shohim diçka mirë në jetën tonë. Për këtë shkak, nëse jeni në fund të mes ferit, vazhdoni të ecni nga që të del drita. Nëse në fund të ferit, tani do të fillon ngritja juaj. Me rëndësi është të keni shpresë. Elementi më kryesor është kur ne kemi shpresë edhe kur ne kemi vullnet për të shpresuar. Unë shoh nga personat që vinë në psikoterapi, në momentin kur mbushen me shpresë që po pas na fuqime te kalukët, me njerë ndodh magjia.
është gjithmonë aty, vetëm të pastrohet ai pluri që të shikohet shpresa, nga që siç e diskutuam edhe nga shembulli i zonjës Arjeta dhe shumë shembuj të tjerë, drita është aty brenda nesh. Drita është aty, vetëm e rëndësishme që ne fokusin çdo herë ta kemi nga vetja. Në momentin ku ne fokusin e lajmë dikun tjetër edhe vetes nuk japim shumë rëndësi edhe përparësi dertit ton, nuk japim shumë rëndësi, përparësi, veçanti, atëherë jeta do të na shpenzon shumë. Mirë, po në momentin kur ne miremi me veten, japim vetes përparësi, i dim nevojat tona çka kemi, nga që shumë e rëndësi nevojat të detektohet. Unë shoh shumë, sidomos femra, aq shumë që kanë sakrifikuar për familjen, për fëmijët, për mirëqenien e përgjithshme të rrethit të tyre, në momentin kur i pyes për çka ke nevojë, nuk din t'i detektojnë nevojat e tyre. Edhe kjo është, mendoj, tragjedia më e madhe që neve mund të na kaplan. Pikë së pare duhet ta dim për çka kemi nevojë. Nëse kemi një shkop magjik, edhe me atë shkop magjik do të mundemi të ndryshojmë diçka në jetën tonë, çka do të ishte ajo? Nëse mendojmë abstrakt, prej aty të fillojmë dal nga dal me hapa të vogël, t'ja krijojmë vetes një rutinë. Edhe jam shumë e inspiruar nga kohën e fundit, kam shumë persona që vinë në këshillim dhe janë ambise apo zonja të shtëpisë. Bravo. Edhe Arlinda, kjo po më shqetëson shumë ndonjëherë kur e shohin veten më pak. E shohin veten si ju keni jetë edhe ju keni punë, edhe ne jemi në shtëpi, ne nuk kemi punë. Pse jeta të shkon ashtu kot, edhe me mendimin që jeta ime është e parëndësishme. Në çdo moment kemi fuqinë për ta ndryshuar. Kemi fuqinë për ta ndryshuar, mirë, po tash edhe këtu, unë nuk jam e lidhur me ndonjë marrëdhënie pune, mirë, po unë kam lirinë e ditës time. Do zgjojmë në mëngjes me një plan, si ta kaloj ditën, si ta bëj ditën, nga që plani edhe shpresa për të nesërmen, ndrimi për të nesërmen, është shenjë e reziliencës psikologjike. Ne nuk mund të kemi, personat të cilët janë në depresion nuk mund të ndrojnë. Personat të cilët janë me angst nuk mund të ndrojnë. E në momentin kur ne kemi fuqinë për të ndru, automatikisht e mbrojmë veten në një sasi të konsiderueshme edhe prej angstit e prej depresionit. Pra, ta ndrojmë verzionin më të mirë të vetës tonë, vazhdimisht të jemi në lëvizje, nga që universi është i ndërtuar në formë që gjithçka vazhdimisht lëviz. Në momentin kur ne ndalemi edhe rezistojmë të lëvizim në çfarëdo lloj mënyre dhe forme, gjithë universi neve na bën shtypje. E ndaj universit ne jemi shumë të dobët. Për atë duhet që ta lirojmë veten në rrjedhën e universit dhe të lëvizim. Kjo edhe si mesazh për ato të cilët janë në depresion të lehtë, lani duart, nëse nuk mundeni që të bëni tush apo të lani fytyrën edhe gjymtyrë më të mëdha të trupit, atëherë vetëm duart, nëse jo duart, pini diçka ujë, nga që uji jep sinjalin trunit që nuk ka rrezik për jetë, gjithçka është në rregull. Pra edhe ajo është lëvizje për personat të cilët janë me sulme të panikut. Numroni hapat derisa të shkoni në lavabo për të pi ujë ose diçka. Pra vazhdimisht në një lëvizje është aty, një fokus në vete, një fokus që unë mund të ndryshoj diçka. Pra krejt ajo, nëse në momentin ne e mendojmë që edhe e besojmë që kemi fuqi, do të kemi fuqi. Në momentin kur ne nuk e llogarisim veten si në vend të njeriut, edhe nuk e japim dinjetisht vlerën e njeriut, jeta do të na shkon e pa regjistruar. Jeta nuk është vetëm për ta jetu, po njëkohësisht edhe për ta shndruar jetën në storje. E uroj që do të kemi shumë storje për të treguar edhe shumë storje për të lulëzuar së bashku. Edhe çdo ditë është një mundësi e re për këtë. Definitivisht. Sumeja, nisëm me dritën, e përfundua me dritën, edhe të falenderoj shumë që ishe sot me ne, si gjithmonë e jashtëzakonshme, si gjithmonë me atë zërin e qetë, dëpërtues, por dhe me këshillat e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë që i ndave minutat sot për ne. Faleminderit shumë Arlinda dhe juve për mundësinë, nga që është shumë e rëndësishme ta pim një kafe së bashku, ta bëjmë një muhabet së bashku, prej këtu bëj thirrje edhe të gjithë të rive të cilët kanë nevojë për të pi kafe, mund lirisht të na kontaktojnë prej rrjeteve sociale, janë një begaticia duhet të shfrytëzohet, edhe pse jo, nga që mua më pëlqeu shumë zonja Arjeta, e cila sa jemi shqiptar.
Parimi është që psikoterapia gjithmonë të bëhet në gjuhën amë. Pse edhe nëse jemi në Amerikë, apo nëse jemi në Indonezi, apo në vendet të ndryshme, gjuha amë është e cila neve në afron, nga që shablonet janë ashtu. Pra në momentin kur e kemi mundësi në gjuhën shqipe të diskutojmë këto elemente kaq shumë të rëndësishme, atëherë të ofrojmë edhe mundësi për implementim të gjitha këtyre gjërave. Pra disa në Kosovë ta pinë kafen bashkë, disa këtu në Shkup. Unë me këtë po përmbyllë që moshatarë tanë, lërini ChatGPT-n, mos i tregoni ChatGPT-s të si po ndjeni, mos i kërkoni ChatGPT-s validim, merrini telefonin, thirreni një shok, një shoqe, dhe ti shoku shoqja e ke obligim të përgjigjesh. Duhet jesh aty për atë që ka nevojë për ndihmë dhe duhet jesh aty për ta dëgjuar pa e gjykuar. E përmbyllim me kaq? E përmbyllim. Atëherë, shikues të dashur, të përmbyllim këtë edicion të programit Motiv, ne do shihemi sërish javën e ardhshme.